Policia të mërkurën ka kryer një aksion në Tetov dhe Gostivar, ku kanë kontrolluar 16 objekte hotelerike, ndërsa 2 prej tyre janë mbyllur. Siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjatë ditës së djeshme, nga ora 10 deri në orën 15, zyrtarët policor të SPB Tetov dhe Gostivar, në bashkëpunim me përfaqësues nga Drejtoria e Policisë Financiare, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, kanë kryer aksione dhe kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete të koordinuara që kanë për qëllim ndalimin e aktiviteteve kriminale të paligjshme që kryhen në objektet hotelerike në zonën e Tetovës dhe Gostivarit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme sharojnë se synimi prioritar i aksionit është frenimi i tregtisë së paligjshme të drogës, ndërmjetësimi në prostitucion, pastrimi të parave, krimeve korruptive nga zyrtarët të punësuar në institucione shtetërore, që lidhen me veprimtarinë e paligjshme të subjekteve që kryejnë veprimtari hotelerike dhe veprimtari të tjera të paligjshme. Janë bërë kontrole në 16 objekte hotelierike, Tetov 10 dhe Gostivar 6, ku janë konstatuar një sër paregullësish dhe do të përgatiten parashtresa përkatëse nga Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ndërsa 2 objekte hotelierike në Tetov janë mbyllur nga Inspektorati Shtetëror i Tregut. Ndërkaq, zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva gjatë ditës së djeshme njoftoi se janë mbyllur 3 diskoteka, pasi nuk plotësojnë kushtet e nevojshme teknike për të pajisur me licencë. Kujtojmë se këto aksione vinë 4 ditë pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi në Koçan, ku diskoteka Puls u përfshi nga flakët, që bëri të humbin jetën 59 persona, kryesisht të rinj, dhe 196 persona kanë mbetur të lënduar, madje disa janë ende në gjendje të rëndë shëndetësore.